Faleminderit shumë Resmia Jakupi. Shumë faleminderit Resmia Jakupi për intervistën e mrekullueshme që na dha sot në Full Ship Show. Tash vazhdojmë me muzikë dhe talent, apo si t'i themi kësaj. Një vajzë e cila jeton dhe vepron në Zvicër, Edonita Arifaj, sonte ka ardhur në Full Ship Show për të promovuar këngën e saj më të re. Dhe të bisedojmë pak kush është kjo, prej ka është, ku jeton, ku han, ku pin, ku blen, edhe ku i harxhon paret, rrogën, ku e merr pension s'ka, ju ka bërë isha më dhe keq të thënë do na më pyet o marrësh tash, apo ku sensish. Thashë thajme të ditës dhe na më nxjerr këtë. Ka ne ka ku pension s'kase. Ke pension s'kase, me dita ka, ju ka bashkunë para, ju këtë do na më pyet. Ftojmë me Eduard Turkitin, Big Up Jonas, Edonita Arifa. Mirë se erdhën në Full Ship Show. Mirë si u gjeta, përshëndetje, unë jam Edonita Arifaj, jo nga Peja, jetoj dhe bashkë veproj në Zvicër. Prej Peje. Po. E tash ishe të fol për pension s'kas. Po. A ke bashku hiç? Ajo. Po. A bo hiç Ka pension diçka. s'kas? Po, ka diçka. Jo në bo shumë tha, ja? Po. Jo më bo një 20% po. Okej, mirë shumë. E çfarë kur jeton këtu në Zvicër? Unë jetoj në kantonin Graubünden, jetoj në një fshat e vogël të kantonit Graubünden, Thirat Dizentis. Okej. Është ma shumë vend i skijimit, Okej. ka pistat mëdha për skijem. Ke lind Vendi Zvicër, turistave. jeton modin Zvicër apo si? Jo, kam ardhur. Kjo. Kam emigru. Ke emigru. Që Po. sa gat? Jam këtu që 12 vjetë. Që 12 vjet. Po. Në 2000 14. 14 muajin, Muajin korrik. një muaj para teje kam ardhur. Apo? Në 2014 në 12 qershor. vjet edhe ti. Po. Po. në E 12 vjet. unë do me thonë 19 vjet i kom bu 2 ditë para se 2 ditë masi që jo morë në Zvicër, i kom bu 19 vjet. Okej. Hajt bukur. kush e din gjermanishtën më mirë. Ja, din pro se kjo ka A më tankon në besoj që Altini di ma mirë me full Shviz Deutsch, a unë e di ma mirë me full Hock Deutsch. Ja, unë nuk di hiç as shvicer Deutsch, me thënë drejtën, nuk kam punë veç me shqiptar. Po, Ideja jote ti punon, ndoshta punon diku apo jo, çfarë po, punon? unë punoj në Altersheim, në Edhe- Dizentis. Edhe ki punë me zvicran më tepër, apo jo? Po, aty venin ku jetoj na ma shumë folim retromanish. Okej. Do të Ah. thonë gjua kryesore retromanish. Okej. Interesant. Edhe Përdoret është obligative për me mësu gjuhën romanqe. për një më? Po. Përdoret shumë kështu në jetën e përditshme në atë region. Përdoret, aty vendi ku jetoj përdoret non-stop. Mhm. Do më thonë non-stop e ki kështu obligative për Dhe si kanë qenë për ty këto 12 vite në Zvicër oj ti Pa, Edonit? Qysh e tha dhe zonja ma herët, viti parë ka qenë pak i vështirë. Okej. Normal, derisa jam ambjetu prej një qyteti Peja, qysh Ai është përplas një edhe ti qytet dyrt i kur vish, vogël. ha? Po. Pam. Pastaj jo marrë në një fshat, si qysh është Dizentisi. Normal që ka qenë shumë e vështirë, edhe kam qenë shumë e re. Edhe ma e vështira është, ama ma e keqja, se kur je pa familje këtu. Do me thonë se ki nanën, babën, motrat, apo vllazrit, atër është pak ma vështirë, kur je veç vetë. Mhm. Do të thënë vetë ke ardhur në Po. atë. Si Kam qenë e martuar, tash jam e divorcuar, kam 3 fëmijë, Oh, i edhe po tash çmit. po vazhdoj rrugtimin tim, qysh po mundem. Nënë 3 fëmijëve. Po, Bravo, okej, edhe tash je ke hyrë në muzikës. po, muzika është, A është hobi apo do më ndjek si profesion? jo, muzika është ma shumë si hobi, Mhm. po mendoj me pas edhe profesion. Amo profesion për momentin e kom flege helferin, që i bjen motër ndihmëse në spitalin e pleqve. Muzikën e kom pas gjithmonë hobi. Okej. Edhe jo marrë me muzikë kur kam qenë një moshë ma të vogël, 12-13 vjeqare. Pastaj e patalon se si kom pas mundësit me Kushtet. vazhdu. Kushtet. Renet. Renet, si më kur renet. Këtu në herë ka pas rene. Edhe tash, ja kom njës gjithë shka prej zerës, po vetë. Vetë. Qysh me thonë, viq vetë jom këtë Okej. drejtim. Okej. Nëse do me ndihmu dikush diçka rrugës, pse jo? E pranoj ndimen, po u kun ideja që muj mja fillu edhe tash. Kur Okej. s'është vonë. Tashi non e 3 fëmijëve angazhume edhe në punë, edhe të shtëpia, edhe të muzika. A është pak Jo, apo mundesh mi u dal? Po. 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 Sepse i mendoj gjërat shumë pozitiv, Mhm. edhe mendoj që kur ki diçka me arrit njetë, ose kur do me bo diçka mundesh me bo. Gjithçysh mundesh me bo. Mos t'i këshyrim këtu prapaskena që jëmë për mas, shembull, puna, shtëpia, fëmija. Po mundesh me arrit çdo sa nëse ti don. Nëse ti don. Po, vish nëse don, nëse Po, s'don s'ka shans. absolutisht. Çfarë lloj muzike bon? Kam fillu pak me ndru stilin. Do me thonë, jo me inspiru me prej muzikës vajtuse, muzikave dashnis, jo si mentor kur ti ishi duli e këta, po jom të e bu një stil të rritë muzikës. Do me thonë, është pak afro style,
pak e kombinume edhe me tekste melankolike, edhe më pëlqen që kjo që jëmë të e bu. është pak ma stil ma i ri, ma Më modern. thënë, këtë stil ti e do në me zhvillu, nuk Po. është qka. Po. Producentët, tekst shkruesit, me kanë bashkëpunon? Zakonisht tekstet i kom shkru vet, edhe i shkruj vet. Jom shumë e inspirume për me shkru tekste, do më thonë melodiat e këto zakonisht i gjej, i blej, i paguj, ose e kom edhe producentin tem për momentin është Aton Beats, ai zakonisht mi bon kongt, miksimet, rekordimet e krejt. Po bashkëpunoj edhe me një studio në Kur, është qytetin e Kurit në këtu në kanton Zvicër? Graubünden, po. Bashkëpunoj edhe me ata janë Zvicran, edhe Ashtë edhe një shqiptar më do këtë të tjenë land kuart. po edhe ai është Don Don Gima. Gima, Don po. Gima ne kom pas kongën e parë me Don Gima. Po? E kom bu miksimin edhe krejt kongën komplet është të Don E Gima. njojmë edhe na përshëndesin Don Gimën. E përshëndes edhe unë Don Gimën. Gjibojsh betaj ke hup krejt Don Gima. Don Gima u kon njoni prit parëve që më kanë ndihmu në kongën Shumë e është djali parë. mirë, Shumë Don aktiv u konë Shumë me e një tepër kohë. djali tash. mirë. Djalë më të mirë nuk ka, Po. heç s'ka djalë më të mirë. Nita, si ke shkurt? Ita më throsh. Ita? Po. Okej, se bëjna në kurse do Se gjerë emrin e madhëne. kom pak të vështirë. Në kurse do em do gjerë mas me të më të yro gatë. Mirë shkurt. Po i bie shkurt Ita. A kënën vërtet apo me ato butonat atje të studio? Pa e qërë tash ti. Se tash do na me ditë këtë Po, gjo. po, normal, Se mu normal. ngarni muzikë prej teje. Unë e gjatë thom edhe keshin, atin kështu Po. kur të thom kështu, është si sarkazm. Unë e thom gjithmonë nuk e kom zonin ma perfektin në botë. Po, Po e kom një farë zoni. një farë zoni. Një farë zoni e kom. Çka do të A thotë din ky një që farë kjo i zoni? bjen që e kom një farë zoni të ëmbël, që kur të ndoj, t'inglon ëmbël. A më je aftë, unë se di çfarë zoni ke, mu më ka ardhi muzike jot, janë i Po. këngë, kom një gjuhë aty duket që këndon mirë. Tash aja ka lujt ata butonat ata te studio, a nuk janë lujt butonat? Jo, nuk e jo, di. nuk ka shumë efekte. Ideja është bo me Jo. të thirrë ndasë mi shok jemi për shembull, ai shoku që është atje i ulur. A Muj me kishe knu mujt edhe kong tallava. tallava? Po, leresh, muj me Jo, jo, knu se kong ndasë me tallava. kënot vetëm tallava, po Jo, a po kishe mujt me këndohet edhe kënu? kong popullore. A kishe mujt me kënu këngë Po popullore? nëse shkon një dasëm normal që koncepti i dasmës është me knu kong popullore. A ti bim shkurt? Po, Apo na kënë disha? po, qa po dan? Një këngë që ta dish ti. Ah, Besh kujdes. Se nuk e heku bo me kënu keq. Ta la mu transmetu. shkrepza e duhanit, veç të dyja për mua po kallen. Mua më djek gjani, e nuk ka me kën me i qalet. E tash janë gjuhë gjithë në kam, fare fisi ngusht e i gjan, nuk po munden me ma hek mërzin. Qysh me hek mërzin, kurse kam dashnin. Qysh me hek mërzin, kurse kam dashnin. Bravo. Si po kesh? Jo me ty se ti qysh ketu e ndje kongën. Po dhe, po që mos me ndije, kjo me kështu prej vend ato që ndije. Po edhe unë për Nuk pak. është u gjujt. Tjetër do diçka tjetër më prap. Po, Do diçka tjetër do pret. Më këna dhe tjetër. edhe një kongë tjetër. Duhet diçka tjetër, po. Duhet diçka Okej, tjetër për edhe një kongë të vjetër se më pëlqejnë shumë këngët. Hare se ç'kjo nuk më mjaftoi, domethënë ke mirë, po s'më Okej, po mjaftoi. vazhdojmë ky maraku i shkret, nuk ma lën zemrën e qet, dashurin që kam për ty, nuk e ndroj me këta dy sy. O mirë? Bukur. So Mirë keq, shumë. nuk Jo, është keq. jo, kalon. Kalon. Jo, kalon. E kalon Jo, test. kalon, Mirë, kalon. Çfarë plane ki për të ardhmen? Për të ardhmen, për momentin jom hi një shkollë, është Flege Helferin, jom të e vazhdu, du me kry një herë shkollën, se kjo më dimon edhe për profesionin që jom të e bo. Mas që saj shkollë du me kry për fage Flege, do me thonë, edhe pastaj vazhdojmë edhe me tjera. Du me vazhdu edhe me muzikë normal, është ajo se veç ja kom nisë edhe nuk du me lumë veç hajq ashtut. Po e kom plan edhe me vazhdu me muzikë. Sa investon në muzikë? Me muzikë, mbaret. Mbaret e cili producent Sa shkon, këngë i ke bote tash? deri tash i kam bu 3. Që do 3 këngë me tekst, me muzikë, me kompozim, me gjitha për eksportim me gjitha, domethënë. Pa më mbaret se me nëse- klip, a ke me klip apo pa klip? Jo, pa klip. Sa të kanë kushtu pa klip 3 këngë? Pa klip, 3 këngë kanë kushtu rreth 3.000 frank. 3.000 frank 3 këngë. Po, rreth. Në 3.000 Zvicër? frank, Po. A e kupton marash çka ndodh? Ashtë investim. Shkon në Kosovë, Është Qysh? investim. por në Kosovë di lypin 5.000 për një. Po ajo është gabim e dim moti.
Investim. Jo, ka edhe në Kosovë që nuk e kanë çmimin shumë të lartë. Ka edhe producenta që sa për fillim kur e shohin një artiste tre që tu marr me muzikë, munden edhe me ndihmu. E veçanaroj producentin Atom Beats, kongën e tretë ma ka bu shumë gratis kështu. Po, a? Po. E klipet a kushtojnë apo pse si ke Klipet bë? në Zvicër kushtojnë ma shtrajtës në Kosovë. Pse? Pse nuk e di, as vetë nuk u mujt me kuptu që Nëse i ban të Zvicrën po, ka Po, producenta amo- shqiptarë këtu po, kështu amo, që bëjnë mos harro që edhe produksione, producentat shqiptar, produksionet. produksionet shqiptare dojnë edhe ata me fitu. Ja, Amo në absolutisht e po. Kosovë e bën një klip me 1.000 frank, shembull. Ja, po bëhet Shumë çaban një me klip 1.000 thjesht frank. o fjala, një klip thjesht. Qështu, qysh je, ullun, e bën klipin edhe kryet. Çështu ulën që po ta bësh tash pa kurrë parë, kamerat i Amo gjithë në Zvicër shembull me dash me bo një klip, unë jom interesuar edhe këtyne gjanave, një klip kushton 3.000 deri në 4.000 frank. Një klip i thjesht. Okej. Leta është mi marr Lamborghini të BMW-at, Audi-at. Ty bestik fort. Ej, nami bëhet. Nami bëhet. Haj zoti, hajde bof. Mos ta ma keq. Mos ta market. A keni këngëtarë të preferuar apo këngëtarë të preferuar që kishe dashur me bëj bashkëpunim me ta? Po, Kush? Dafina Zëqiri. Është njëna prej këngëtarëve që më pëlqen më shumë ti. Okej, a i ke shkruar një herë? Jo, Si ke shkruajt asë jo, herë? jo. A do me tentu me shkruajt? Nuk e di. Tjetër përveç S'me me Dafinës? garantu. Jo, asnjë tjetër. S'ka tjetër? Ja. As Veç këngëtar? Dafina është njëna prej femna që më pëlqen më shumë ti që shkëndon. E ka një stil veçantë. Ko çfarë marketingu të ka boj Dafin edhe pse tash ti thua s'kam nevojë. A, vëdim fode. A mo ideja është e marketingu Jo, të ka jo, më të fort. nuk është marketing, po është unë ato që e ka me thëmë. Është njëna prej këngëtore që... Edhe kur një tjetër, hiç. Asnjë tjetër. A hiç. pesha çfarë marketingu? S'munen mu krahasu me ta. Kur një, hiç. Ja, Shumë i kënë fort, a? tepër i ka këngë të mira. Edhe interpretimin e lidhë bukur ajo. Edhe i ka interpretimet e mira, edhe këngë të bukura, po edhe tekstet i ka shumë të mira. Bravo Dafi, bravo, bravo Bravo. Dafi, bravo Dafi. A hajt më kënej këngë Dafit ja? Uf, Vesh mos ma korit Dafin. tash e kam Tani- fu me kënuna i këngë Dafit. Diçka Dafit i lëshonaj këngë atë se mos ma këno kes se tani nuk këno me ty ma, se bë bashkëpunimin. Po ka shumë këngë, po s'po di celen. Një që ta Hajde dish. te kalu që to bre. Ha, me Te kalu kalu se sa, bash s'do me tash s'po kënu. më vjen mend. E tash mja kënune këngë Dafit i qysh s'm shkon. Okej, hajde Daf, sa të na binë nërmend do ta kënoj. Këshyrim një hera. Ma mirë i kënej këngë të Si duket jeta në Zvicër në përgjithësi? mirë. Tepër mirë. Më mirë se Sanpej? Po. Më mirë se Po. Sanpej. Në Zvicër ka ma shumë Çan disiplinë. të mira të vështirësitë të Zvicrës? Të mirat janë normal, financiarisht, ajo Mhm. dihet. Është shumë ma mirë se në pej. Absolutisht. Rrogat janë shumë ma të mira se në pej. Do me thonë, është një farloj disipline, bra. E keni Okej. farloj qëtësie në veti. Po, se e din se si është. A din që nuk dush me shku u marrë me ato e me ato e me ato. Thjesht e ki qëtësin tonë, s'ki nevojë u marrë me kërkon edhe e vazhdojnë që ato që e ki njetë me bu. Mhm. MP është pak ma ndryshe. Jo vinë kujshia, jo akraboja, jo musafert. Edhe qështu të shkon koha, do me thonë me gjona koti. Unë e menoj qështu. Këtu atë vinë Musafir. Jo, në s'ka musafir heq. Hes si Jo, në Musafir. thash ma herët, unë jam veç vetë këtu. Do më thonë të fëmijë pengojnë të- Musafir, apo? Jo, nuk më pengojnë musafir, shembull kur shkojnë në Kosovë verës unë e knoshna kur Po. vjen musafir. Po tash me marrë çdo ditë ndoshta më kishin pengu si jam mësu me qetësinë e këtujit, jo mësu me këtë far. Ç'më E thon? tash kur shkon në Peja, vinë Musafir me të vizitu rregullisht. Po ka që vinë. A të shkojnë nerva ka herë? Jo. 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 Jo? Jo, nuk më shkoj nerva. Okej. Po çdo ditë s'kisha mujt me pas musafir, si jam mësu me atë qetësinë teme. Po dhe. Kam nevojë gjysh me pas vi qetësinë teme shpirtërore, edhe çdo sa në rregull. Dhe, okej. Më pëlqen që ke qetësia. Okej. Në shumë. Edhe sa lidhen je me pejen, sa shpesh shkon? Nuk shkoj edhe aq shpesh, ndoshta një herë në vetë ose 2 herë në vetë spaku. Jo. Po, Mjafton. 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 Gati Si çash. krejt, mendoj Po që dhe, ashtu çash e tonë. kena na mjafton, 2 jetë po. maksimumi 2 herë në vjetë, se kena më shumë. Po Vetëm tash- sa herë shkon ti? Si kalova? 10 herë? Po, 10 minuta thot ai, tham sa herë shkon këto 10 minuta. Po fëmija mi kanë qef shumë e shku në Kosovë, edhe sa herë vjen pushimi verës ma bojnë mam, apo shkojna bre? Apo shkojna bre? Unë jo thëmë po shkojna vish 2 javë edhe kthejmë, ata thonë jo 7 javë, kena menet javë, ja shumë 7 javë. A është e vështirë për ty me i rrit për fëmijë, si nanë vetëm tash pa Jo, forcën e nuk tij? është, jo, nuk është e vështirë, jo. Nuk është e Edhe vështirë. pse i kom në moshë të vogël, i kom 10 vjeqar, 8 vjeqar edhe 4 vjeqar, po nuk është edhe aq e vështirë. Okej. Tash s'po du mi lavdu fëmijët e mi se i bjen pa lidhje, po janë fëmijë që ndëgjojnë shumë, Bravo qoftë. edhe janë shumë disiplinuar. Bravo, unë Bravo. duar trokas çdo non që i rrit fëmijët vetë e duar trokas se realisht është sakrificë e madhe me pas Po, një
edhe mu përshtat me jetën e Zvicrës, edhe me fëmija me i qunë në shkollë, jo me pru, jo me përgatit, me rregullu, jo me ushqy, jo me i la, me shpëla, jo. Realisht është një sakrificë shumë e madhe ku ta jap dorën për këtë pjesë. Faleminderit. Nuk jam pro disa femrave që i lënë fëmijën vetëm në shtëpi dhe dalin muzikave nëpër dasme, diskoteka, nëpër sene, gjona fëmijën vetëm në shtëpi. Këto më pengojnë shumë se për nonat që janë të përkushtuar për fëmijët, unë kam një respekt Normal, edhe kur të buash nonë ki një farë emri të madh. Absolutisht. Se ta ka jep Zoti që epitet edhe dush me ditë me mbajt epitetin. Bukur. Ita, a tani pak kongën e re, tani gjojmë çka ki bo? Po, e ndëgjojna. Tani gjojmë pak çka ki bo. Çe, tash nxirri Altinun, e? Edhe skena për Itën. A me dojë që aty veç të? Ku dush? Ja, s'pori ullu. Okej. Kërkon nuk dron o vesh një herë, zemrën dikush me ta thy. Nuk ka me fal, mo nuk ka kërkon me kthy. Një herë me dal, nuk ka mo kërkush me hy. Gjithmon për tjetë, ta shuar koha veç për ty. Bolobo, yeah, yeah, yeah. Ajo ko e kalume. Kur së mësova me dash pak, së mësova me dash pak. E me vepru me tru, jo me zemër shalu. Unë harova, vetën e harova. Po shumë unë kuptova, shumë qka unë kuptova. Nuk ka rëndësi që gabon, nëse masaj diçka mëson. E moj me në vogël je kon, ke thon për kërkon. Nuk dron o vesh një herë, zemrën dikush me ta thy. Nuk ka me fal, mo nuk ka kërkon me kthy. Një herë me dal, nuk ka mo kërkush me hy. Gjithmon për tjetë, ta shuar koha veç për ty. Dasik, Markën Selber from here. Markën, I love you, Jonas. Të knop zemra, shumë kongë e mirë. Po. Realisht është shumë kongë e mirë. Po e ka një tekst veçantë. Tekstin e ka shumë. Kush e ka po tekstin? Vet. Vetë e ke po? Po. A je inspiru dikun apo? Jo, prej vetës teme. Zakonisht inspirona prej vetës. A duhet shumë kohë me bëni një tekst, me marrë kohë apo? Mbore çfarë faze jam. E cilat janë fazat më të mira për me shkruaj tekstin? Që kjo teksti që u shkruan kongën e tretë është faza e reflektimit. Thirret faza e reflektimit që jam tu reflektuar vetën teme. Çka do të thonë kjo? A ke vujt përpara qysh? Po. Prej kuj? Prej shumë gjërave që i kom përjetuar në jetë. Ke përjetuar gjëra të vështira? Po. Po shumë gjëra kom përjetuar, si e re, që kam qenë deri para 2 viteve ndoshta. Po, deri Këtë para. vitin e fundit jam tu ndi shumë më mirë në vete dhe jam tu e lyp çat reflektimin në veti. Edhe këtë kongë kom bu posaçërisht për reflektimin e vetvetes teme. Okej, përderisa pas ke vujtur, nuk e di në çfarë aspekti pas ke vujt. A mundesh me dhoni këshill për femrat ndoshta që janë të vujt sikur ke vujt ti përpara? Po, A mëre. ka femra që janë të vujt sikur ti? Po, ka shumë. Në çfarë aspekti ke vujt se Besoj, din? nuk do me thonë që vujnë veç femnat, vujnë edhe moshkujt. Edhe moshkujt, Po, absolutisht, po. Janë 2 palët që vujnë, po mvaret edhe çka A ke përjeton vujt jetë. prej fatkesive apo prej dashurisë ti çik? Jo, në prej dashurisë, kom vujt edhe prej dashurisë, muj me thonë, po ma shumë kom vujt prej fatkesive që më ka ndodhur në jetë, domethënë. Okay. Se fatkesia është më e rëndë se dashnia, Absolutisht. besoj unë. Absolutisht. A din që cene kom mësu me jetë se mendoj që fatkesia është shumë më e rëndë se dashnia. Absolutisht që po. Po, hajde, po na vjen keq atëherë.
Mos haro pra këshillën, me dhon forcë. Okej, qikave që vujnë edhe djemve që vujnë, mos vuni, veç vazhdoni me që ato që jeni tu e menu me bo, edhe kur ta vendosni me marrë një vendim, mbane qatë fjallë, dhe më thonë, ju m'ka du sot me marrë një vendim, vazhdo. A den mos thu jo po, ose jo. Edhe nëse doni me reflektu vetën, duni me dosh vetën sa ma shumë. E qatër mundeni me gjetë vetën ku jeni, kus jeni. Ky është mesazhi i vujtjes dashurisë veç. Nuk është vishë vujtje dhe dashurisë, ose edhe fatkesive. Dhe mu i me thonë që për gjona që i keni kalu, është do sa në sprove jetës. Vish munoni mi kalu me sportivitet. Po. Duhen me kalu sanet me sportivitet. Absolut, me qëtësi, me sportivitet. Jo mi marë sanet nga zemrë se e plak një vetën para vaktit. A nuk i merr nga zemra? Interesant, unë i marr shumë nga zemra. Mesazhe të mira e ka dhënë. Shumë mesazhe shumë i mirë. Po, amo nuk është mirë mi marr sanet nga zemra, se e dëmton veten. Absolutisht. Edhe plakësh ma herët. Po, do me bojë vetëm ma tri. 60 vjeç jam bojë ti çik. Jo, ti po dukesh mirë, po problemi është se Faleminderit zotit, rrit më era më. Ka shumë femna. Haj ku zot. Gruma se kështu që të mision. Jo. Se ma ka shumë femna dhe mashkuj që i marrin sanet ofër zemrës. E nuk është mirë i marrë sanet ofër zemrës. Realisht nuk është mirë. Se e dëmton edhe zemrën tonë. Pasha zotin po. Po, shumë e vërtet. Amo du të me gjetë forcën për me e pas që të karakter. Forca gjendet brenda vetës, gjithmonë. Ka njerëz që janë delikat, s'mujnë me gjetë qatë forcë, Ita. Gjendet. Vish duhet me hulumtu, me fut në proces, me... Po edhe forca gjendet, jo t'u nejt me njerëz. Jo t'u nejt në përguzhma që thujmë na. Forca gjendet kur ti je veç vetë, veç ti. A ki edhe njerëz që i ki largu nga jeta jote? Po, kam shumë njerëz që i kom largu nga jeta. Familjar apo shoqëri? Jo, shoqëri ma shumë. Shoqëri ma shumë? Jo, shoqëri ma shumë. Familjen e mbaj gjithmonë afër. Bukur, ja, s'po flas për familjen ngushtë. Amo për shoqëri, po, për shoqëri kom largu shumë. Ke largu shumë? Po. Pse kanë qenë me të... Shoqënia, di që është një farë shpreje urtë popullore pejonqe, mundet mu përdore edhe vende tjera, është një farë shpreje sa pata pula qurona, pata miqeja rona. Opa. Edhe, do më thonë, kanë hangër pulat e qëranat kanë shkutash. Po, edhe kur do më thonë, kur tia nis mi qitë shoqënis barikoda, blokada, atëre njerëzit largohen, distancohen. Se s'ka ma me hangër. Edhe s'ka mu me hungër e me pi, edhe është kjo një shpreje jam jashtët specifike. Shpreje e mirë, përdoret në pej? Kush është bektesh, thojnë e mërë vesha, që është i vjena, që është e shpreja? Kush e ka mizën mas veshe? Kush e ka mizën mas veshe? Ku i djeg, leta mojnë. Kush e ka mizën nën kapuq, që është i vjena se punë. Mirë Rita, faleminderit shumë që ishe në Full Ship Show, të rrim suksese me këngën e re, vazhdo, jepi mos unal për krajin tonë, do ta kesh edhe si artiste, por edhe si femër guximtare dhe fort që je në Zvicër. Faleminderit shumë, ju falenderoj edhe unë juve që më pranut me ardh deri këtu. Edhe jam shumë e kënaqur që isha pjesë e emisionit tuaj. Me kënaqësi më të madhe, absolutisht, ne shtëpia e jonë është edhe shtëpia e juaj. Kështu që mos lëvizish, po e mbyllim këtë emision së bashku. Okej. Marash? Altin, faleminderit shumë. E mbyllim. Deri javën tjetër nga unë, Ita, këngëtarja që jeton në vepron në Zvicër, Marash Loçka që jeton në vepron në Zvicër, edhe ma viziton në Venezuelën. Rrezikon jetën, edhe nga unë që s'dal prej Zvicër kurrë, deri në Gjermani që aty, edhe deri në Kosovë, që tërkon më mpyt, kuku. Katonare kisha qellu, Edhe ky djali këtu më rrapa, që pa të emrin për ky jarro. Ky djali që kesh? Ky që më kesh tani herët, valla. Unë e pyes në një gjë ky kesh. I them, që pa të emrin ti djali, më fal. Po. Çfarë komunikimi kam edhe? Edhe që të kemin? A din me fort? Ja, që e boni bë tim po thot. E boni bë. Hey, Loçka, deri javën tjetër, më push që keni. Natën.